Një tërmet i fort me magnitudë 7.7 goditi Myanmarin qendror të premten dhe disa ndërtesa u shembën në Mendeley, duke vrarë të paktën 8 vetë, ndërsa shumë të tjerë mendohet se janë nën rënoja. Ndërtesat u tronditën gjithashtu në Bangkok, kryeqyteti i Tajlandës, rreth 1000 kilometra në jug të vendit, dhe qindra njerëz dolën jashtë në panik. Në kryeqytetin e Tajlandës, ekipet e shpëtimit po kërkojnë nën rënoja pasi një gradacel u shemb. Të paktën një person u vra dhe 10 punëtorë u shpëtuan nga rënojat e gradacelës, e cila ishte në ndërtim e sipër, tha Instituti Kombëtar i Mjekësisë Emergjente të Tajlandës. Kryeministri i Tajlandës shpalli kryeqytetin e vendit Bangkok një zonë emergjente. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara njoftoi se tërmeti ishte me magnitudë 7.7 dhe në një thellësi prej 10 kilometrash. Ajo u pasua nga një pasgoditje e fuqishme. Një banor në Myanmar deklaroi për Reuters se ne të gjithë dolëm me vrap nga shtëpia pasi gjithçka filloi të dridhej. Unë pash një ndërtesë peskatëshe të shembej para syve të mi. Të gjithë në qytetin tim kanë dalë në rrugë dhe askush nuk guxon të kthehet brenda ndërtesave, është shprehur ai.